Të gjithë ju të Shënjës së Dashit, mirë se erdhët në leximin e radhës së juaj. Këtë javë po e nis me një të vërtet të thjeshtë, të dashur dashi. Shikoni këtu, është kulla. Diçka që ke duruar për shumë kohë. Tani po arrim pikën e shpërtimit, do ta thosha kështu, pikën e shpërtimit të dashur deshër. Tani po arrin apo tower, që ndryshe kulla, s'vjen kur pa asnjë arsye. Vjen kur ti e ke lënë veten pezull, duke shpresuar se gjërat do rregullohen vetë, duke shpresuar që do ndryshoj diçka, por realiteti është ky. Nëse vazhdon të durosh atë që të lëndon, do të lodhesh, por nuk do të ndryshoj asgjë. Do të raskapitesh, do të shkatrohesh, por nuk do të ndryshoj asgjë. Kulla nuk është katastrofë, është pastrim. Shikoj këtu, çdo gjë po shëmbet nga unë shpeshherë them, çdo gjë e ndërtuar mbi bazament të dobët rrëzohet një ditë, sot apo nesër. Është pastrim pra. Është universi duke të thënë, Zoti apo ajo energji që të rrethon, ti e di shumë mirë që kjo ka mbaruar apo nuk duhet duruar, nuk duhet qenë kështu, nuk duhet jesh këtu, duhet të çfarëdo që të jetë, apo për çfarëdo që po flasim. Dashi, mos e mbaj veten sepse je mësuar me të apo me këtë situatë apo çfarëdo të jetë. Është koha për të pastruar, për të larguar, për të vendosur apo çfarëdo që të jetë kjo. Pastaj vjen mbreti i monedhës, shikoni këtu, mbreti i monedhës është arsyeja pse kjo letër e kullës është pozitive, se jo çdo herë kjo është pozitive. Pas shëmjes së gjërave të paqarta, ti më në fund futesh në një periudhë stabiliteti real, do ta quaja. Nuk ka drama, nuk ka dyshime, nuk ka luftë për të provuar, ka kontroll, pjekuri, vendime të qarta dhe standarde që vinë prej teje, jo prej asaj që të ofrojnë të tjerët. Është qenushi im duke luajtur dhe prandaj po bëm pak zhurmë. Këtu, do të të janë standardet që ke krijuar apo që po krijon pas kësaj kulle këtu. Pastaj vjen 9 shkopive. Kjo tregon se aq shumë ke kaluar, shikoni, në mes të ca shkopive këtu, duke mbrojtur, rezistuar, sido që të jetë situata. Kjo tregon se ke kaluar shumë, absolutisht. Prandaj mos u çudit pse ndihesh lodhur emocionalisht, i dorëzuar, por nuk është dorëzim, je thjesht në prag të një situate ku duhet të thuash, jo më. Nuk e bëj me këtë kompromis, më mjafton, apo boll, apo çfarëdo që të jetë, do largohem që këtu, nuk do mendoj kështu, nuk do besoj më në këtë, apo këto lloj gjëra. Pra, kjo letër tregon edhe një gjë tjetër, ti nuk ke më pse të provosh veten, tani ke vetëm apo të mbrosh veten në atë kuptim, sikur ke dal apo po del nga ajo situatë. Dhe në fund është 10 të monedhës, është rezultati finali i asaj që po ndodh, dashi. Pra ajo që prishet hap vend për diçka shumë më të qëndrueshme. Shikoni ku jeni këtu, 10 të monedhës që tregon vërtet të stabilitetin, ajo që mbyllet hap dyer për siguri, stabilitet dhe suksese afatgjate, ajo që stresonte, atë që të stresonte, tani lirohet, që ti të ndërtosh jetën që do, jo jetën që ke pranuar nga zakonshmëria, ta them ashtu. Mesazhi i këtij leximi të dashur është mos ruaj marrëdhënie, pune apo situate apo marrëdhënie dashurie, sepse i njeh në thojza stabiliteti rem është gënjeshtra më e vështirë për të praktikisur. Vendos kufit dhe mos u tërhiq nga ajo që e di që duhet bërë. Qëndroj qartë, i fortë dhe i sinqert, jo mbrojtës apo emocionale. Fjala që duhet të mbani, apo gjëra që duhet të mbani mend, ajo që bie këtë javë, bie sepse nuk ishte ndërtuar për ty.
ajo që vjen është e jotja.